أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falëndrime dhe lavdrimi takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Pasi që jemi në përfundim të këtij muaji të begatshëm, muajit të Ramazanit, dhe edhe ky muaj i Ramazanit, përfundimi i tij i ka disa dispozita të cilat veçohet me to, dispozita të cilat Allahu Azza wa Jall na ka treguar se sa i mëshirshëm është me neve. Ajo dispozit ka të bëj me pastrimin e agjëruesit, gabimet e tij, tmetat, gjërat që i kanë ik atina gjatë këtij muaji të Ramazanit. Dhe ajo është sadakaja e fitrit, apo siç njihet tek populli vitrat. Sadakaja e fitrit është adhurim prej adhurimeve të mëdha për shkak të lidhjes me agjërimin, i cili është ndër shtyllat e Islamit. Adhurimet në Islam janë statike. Në këto nuk lejohet shtohet e spaksohet, por duhet kryen ashtu siç i ka krijuar i dashuri i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe të parë tanë të mirë nga muslimanët e hershëm. Është obligim i muslimanëve që të njohin rregullat e këtij adhurimi, kurse dietarët dhe kërkuesit e dijes e kanë për obligim t'u mësojnë masës së rëndom të rregullat e sadakos së fitrit. Edhe ata të cilët nuk i dinë këto rregulla duhet të pyesin hoxhallarët. Për këtë arsye po ju paraqesim disa rregulla, duke shpresuar që të kenë dobi ata që lexojnë, që ndëgjojnë dhe përmirësohen disa mënyrat dhe botkuptime të gabuara në vendet tona rreth këtij adhurimi. Përfuzimi i sadakas së fitrit. Sadaka e fitrit është lëmoshë e cila jepet në fund të muajit Ramazanit dhe quhet sadaka e fitrit. Është quajtur fitr për shkak të kthimit në ngrënien gjatë ditës pas një muaji agjerim. Sadaka e fitrit është obligim për çdo agjërues. Argument për këtë është hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë obligim sadakan e fitrit në Ramazan. Pejgamberi sallallahu e ka bërë obligim sadakan e fitrit në Ramazan. Është bërë obligim në vitin e dytë hijretit, në muajin Ramazan, 2 ditë para Fitr Bayramit. Sadaka e fitr është bërë obligim për 2 shkaqe. E para, pastrim për agjëruesin nga gjërat e pahishme dhe nga gabimet që ka bërë gjatë agjërimit, sepse sadaka e fitrit e pastron agjërimin ashtu siç pastron sejdë e gabimet namaz. E dyta është ushqim për të varfër në ditën e Fitr Bayramit. Transmetohet nga Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur me të, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë obligim sadakatul fitrin si pastrim për agjëruesin nga gabimet dhe ushqim për skamnorët dhe të mirët. Pra, është pastrim për agjëruesin nga gabimet, kurse ushqim për skamnorët dhe të mirët. Sadaka e fitrit është obligim për çdo musliman. Si transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka bërë obligim zakatul fitrin, sadakon do të thonë, 1 sa nga hurmet dhe sa nga elbi për të lirin dhe për robin, për mashkullin dhe për femnën, të madhin dhe të voglin nga muslimanët. Sa e cila ka në hadith, me të është për qëllim një njësi matëse e banorëve të Medinës, që është përdor për gjërat thata në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është e barabartë parafërsisht me 2.5 kg. Dhe një sa është e barabartë me 4 emdad. Emdad çka do thotë? Emdad është shumë si fjalës mud, që do thotë kur bashkohen 2 shpluplakat e duarve dhe me to mbledh për shembull sa të zën ato nga ushqimi. Sa të mush me kaptum, 4 herë. I bën duart bashk edhe prej ushqimit, për shembull, prej një thesi të rizit ose të pasulit. Edhe merr i qet me një kese. Sa të bëhen ato, çaq është obligimi sadakatul fitrit për një njeri. Edhe kjo parafërsisht duhet me dalë dikun 2 kg e gjysmë. Cilat janë kushtet e obligueshmërisë së zakatul fitrit?
që një person ta ketë obligim sadakon e fitrit, duhet i plotësoj këto kushte. E para të jetë musliman, e dyta të ketë ushqim të mjaftueshëm më shumë se një ditë për vete dhe për persona që është përgjes, që është kujdestar, për familjen e vet. Perëndimi i diellit në ditën e fundit muajit Ramazan. Do thotë obligim është deri në diellin pak para se me përëndu diellin ditën e fundit të Ramazanit. Ai që bëhet musliman pas perëndimit të diellit nuk obligohet me dhon sadakon në fitr, apo nëse i lind fëmijë pas perëndimit të diellit, nuk ka obligim të jap sadakon për ta. Gjithashtu për atë që vdes para perëndimit të diellit, nuk është obligim që të jepet sadakon e fitrit. Ai që nuk ka mundësi të jap sadakon e fitrit për të gjithë anëtarët e familjes, duhet të fillojë sipas renditjes, së pari për vetveten, pastaj nëse ka mundësi edhe për bashkëshortën, pastaj nëse ka mundësi për prindërit dhe më pas për fëmijët. Për kë nuk është i obliguar ti për sadaka e fitrit. Sadaka e fitrit nuk është obligume për dikën që është jo musliman edhe që ti je në mbikëqyrjen tënde. Për fëmijën në barkun e nënës, mirë po është mirë ti jepet duke u bazuar në veprën e sahabijut shokit për madh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Uthmanit radhiyallahu anhu, qoftë i kënaqur me të, i cili ka vepruar asisoj. Sasia dhe lloji sadakas fitrit. Tham se sasia dhe sadakas fitrit është një sa nga ushqimi, siç u çek më lart në hadithin e Ibn Omerit. Ndërsa sa i përket llojit të tij, ai duhet të jepet nga ushqimi i rëndomt i një vendi, pa marrë parasysh a është i langt apo është i ngurtë. Edhe në të hyn gruri, mielli, orizi, fasulja, hurma, misri, rushi i thatë dhe tjera. Një dietar i madh Ibn Qayyim Allahu mëshiroft thotë: nëse ushqimi i rëndomt i një vendi është jo nga drithrat, në një vend ushqimi i rëndomt nuk është drithri, që për shembull është qumshti, është mishi, është peshku, atëherë i jepet sadakaja e fitrit nga ushqimi i tyre i rëndomt, çfarë do që të jetë ai. Do thotë me qëllim me hadithet cilat janë përmend se çka duhet dhënë, me të është për qëllim se duhet dhënë ushqimi i cili më shumë të përdoret tek ai popull. Sa a bën të jepet sadakaja e fitrit në holla, si ndodh për shembull në vendin tonë, dietarët kanë shprehur mendime ndryshme. Tre dietarët e trimit dhe hebeve drejtimeve juridike, sikurse Malikit, Shafit dhe Hanbelit, thonë se nuk lejohet të jepet sadakaja e fitrit përveç se ushqim, duke u bazuar në veprën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa mëdhhebi Hanefi thot e ka lejuar që të jepet në shumë të hollash, mirë po ky mendim sipas shumicës dietarëve nuk është i qelluar dhe është i pabazë dhe nuk lejohet në një gjë e tillë për disa arsye. Fjala e përmendur e Ibn Omerit, se i dërguari i Allah sallallahu alaihi wasallam ka bërë obligim sadakon e fitrit një sa nga hurmet dhe një sa nga helbi. Vepra e gjithë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasi nuk është transmetuar nga asnjëri prej tyre se e kanë dhënë sadakon e fitrin të holla. Ata janë më të ditur për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më të kujdesshëm që të punojnë me të. Njëkohësisht kanë qenë të më të kujdesshëm për atë që u bën dobi njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vet ka porosit që sadakaja e fitrit me qenë ushqim. E para e dyta, gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sadakon e fitrit e kanë urdhëruar që me dhon ushqim. 3. Edhe në kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohë sahabëve, shokëve të tij, monedhat e dinarit dhe dirhemit kanë qenë prezente. Mirë po, edhe njerëzit në atë kohë kanë qenë më nevojtar për ato monedha se sa sot. Mirë po, megjithatë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë vepruar një gjë të tillë. 4. Dietarë kanë thonë se nuk pranohet pikpamja një dietari në pranitë të citatit kuranor apo pejgamberik. E në këtë rast e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak ka thonë se i jepet përparësi kujt fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka folur nga shpallja, nga mësimet e Allahut azza wa xal. Ndërsa fjala e dietarit ka qenë një lloj ijtihadi, një lloj mendimi nxjerrur nga tekstet, dhe nëse ndodh që dietari me një mendim, me një çështje, nuk ja qellon mendimin e tij, atëra ai ka problem për to. Mirë po, ajo që ka preferohet praktik është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallja. Tjetër, për argumentet që kanë përdorur ulemat se pse nuk duhet me dhon sadakon e fitrit monedha, është se adhurimet janë statike, janë paprekshme, nuk lejohet shtohet as paksohet në to, por duhet kryen ashtu siç i ka kryer i dërguari i Allahut. Dhe
Ajo që nuk ka qenë fe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tani nuk konsiderohet fe. Në atë kohë hollat nuk e çonin në vend këtë obligim. Edhe as sot nuk mjaftojnë. Allahu azza wa jall e di më së miri. Mirë, po nëse sadakaja e fitrit i jepet dikujt në të holla që pastaj me ble ushqim ai, që është për atyre që ka frikë Allahu azza wa jall, edhe çon në vend fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë atij i lejohet që t'ja japësh të hollat dhe ai me ato të holla pastaj ta përdor në ushqim. Kjo është e lejuar. Mi po nëse e din që ai me ato të holla nuk e përdor për ushqim, do të ai do ta blej atë ushqim më një herë. Do ta shfrytëzoj atë ushqim më një herë. Ja jep për shembull 2 ditë para natës Bajramit, ose 1 ditë. Ai me ato të holla do të marr edhe shkoj të blej ushqim, ushqimi kryesor që përdoret në atë vend, edhe ta përdor sa të kohë zot atina. Mi po nëse e din që ky person që t'i jep hollat atina, nuk ka frikë Allahun azza xal. Nuk e çon vend porosinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përkundrazi ka mundësi me shfrytzu ato të holla, edhe pse është për të varfërve, sepse kusht është me qenë i varfër apo i nevojshëm, i varfër apo i nevojshëm, i shfrytëzon në harame, jo në halale, atëherë atij personi nuk bën mjallon. Mi po nëse e din që është për atyre që shfrytëzon halale, edhe çon vend porosinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato të holla blen ushqim për atë që e ke dhënë ti atina, atëherë bën atij mjallon të hollat. Kujt i dedikohet sadakatul fitri? Tham se sadakatul fitri u jepet vetëm atyre që u takon, ata janë të varfrit dhe të nevojshmit. Argument për këtë është hadithi ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thot: i dërguari i Allahut alayhis salam e obligoi zakatën e fitrit si pastrim për agjërusin nga gjërat e pahishme dhe gabimet dhe ushqim për skamnor dhe të mirët. Ky është mendimi që ka zgjedhur një numër i madh i dietarëve. Një numër i madh i dietarëve. Për tyre Ibn Taymije, Sheikhul Islami, Ibn Qayyimi dhe shumë të tjerë, ndërsa disa dietarë kanë thënë se u jepet 8 llojeve të njerëzve, të cilët u jepet edhe zakati i përgjithshëm. Mirë, po për këtë nuk ka argument dhe dietarët e kanë kundërshtuar këtë duke u mbështetur në burimin lart përmendur. Prej sunetit është caktuar dikush që e grumbullon ata. Prej sunetit është që caktuar dikush që e grumbullon ata, pasi edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte ngarkuar me këtë detyrë shokun e tij Ebu Hurairën, Allahu qoftë i kënaqur me të. Koha e dhënies sadakas, sadaka e fitrit është obligim me të perënduar dielli natën e Bajramit. Mi për koha më e vlefshme është para faljes namazit Bajramit, në bazë të veprës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, siç e transmeton Ibn Omeri, se i dërguari i Allahut ka urdhëruar të jepet sadaka e fitrit para daljes së njerëzve për namazin e Bajramit. Mi po lejohet të jepet edhe 1 ditë apo 2 ditë para Bajramit, duke u mbështetur në veprën e Abdullah ibn Omerit, siç e transmeton Ibn Khuzaime nga Abdul Warith, nga Ajupi, se ky ka thënë, thash, kur e jepte sadakën e fitrit ibn Omeri, ai tha, kur në punë si ulej. I thash, e kur ulej në punë si, tha 1 apo 2 ditë para Bajramit. Dërsa nëse vonohet pas faljes së Bajramit, atëherë ajo nuk konsiderohet zakatul fitr, por sadakaja e thjeshtë. Siç e dalë don për këtë, hadithi ibn Abbasit, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse jepet sadaka e fitrit para namazit Bajramit, ajo është sadaka fitr e pranuar. Mi po nëse jepet pas namazit, ajo është sigurt të gjithë sadaka tjera, sadaka e thjeshtë. Për këtë shkak, muslimanët me pas kujdes se kur po japin sadakën e fitrit. Sa po japin, kujt po ja japin, edhe duhet di se kanë obligim edhe për kan. Allahu azza wa jall lusim që të na bëjë të mundshme ta çojmë vend këtë obligim që kemi për ata që kanë në këtë fund të muajit të Ramazanit. E lusim Allahu azza që të na fal ato të meta, të cilat na kanë ikë gjatë këtij muaji, edhe këtyre ditëve të cilat janë vazhdim, ditëve të mbetura. Allahu azza është ai i cili ndëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. Dhe tham se sadakaja e fitrit është dikon 2 kilogram e gjys, do të thonë 1 sa, do të thonë kur tham 4 herë i mbledh grushtat edhe e shtin në rrez, edhe që të ngjesh 2 kilogram e gjys, 3 jepja maksimumin për një person. Thot e llogarit kësaj. Edhe tham se është më mirë që të jepet në ushqim, ta gjesh në varfër edhe t'ia qesh në ushqim. Po nëse ka dikush që i mbledh i të bën të hollat, edhe masanej me ato të holla, blen ushqim edhe jep fukarave, atëherë bën më dhon të hollat atina. Allahu e di më së miri. Esenca e sadakas fitrit është ushqimi, jo parja. Po njerëzit e na nuk e din, fatkeqësisht. Esenca e
dhënies sadakas dhe fitrës ose ushqimi. Kjo është ajo që është transmetuar në hadith pejgamberit. Kjo është ajo që ka kërkuar prej neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, esenca le të jetë ushqimi, e të hollat le të jenë për ato me kusht që ai blen ushqim. Me kusht ai që blen ushqim. Përndryshe, unë kisha preferuar që të varfër më dhon ushqim, vetëm nëse din që ati që jep tolla blen ushqim, apo dikush është i ngarkuar që me të bu parat për njerëzve, e masanej me ato parë me ble ushqim dhe më jap shkip tjerëve. Ata cilët kanë nevojë për sadakën e fitrit, kena fol gjatë Ramazanit, kemi tregu se nëse ti gjatë Ramazanit e thirr një njeri iftar, një agjërues, edhe kur është edhe i varfër posaçërisht, ti kish problem të madh. Cili është problemi kur ti ashtron, jep një iftar dikujt, fiton shpërblim sa ka fituar shpërblim nga agjërimi i tij, nga agjërimi vet. Pa ju paksu atij shpërblimi hiç, për shembull. Ai ka agjëru. Edhe Allah ka thonë që sevapi për agjëruesin është mbi 700 sevape. Allah e veç e din. Tash ti merr atë person edhe thirr në iftar. Sa ka fitu sevapa i për agjërimin tina, edhe ti e fiton çat sevap. E kena përmend një ditë një hadith në një ligjërat për iftarit. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë se njeriu më i dashur tek Allahu azza wa jall është ai i cili ju ndihmon njerëzve, është në shërbim të njerëzve, i alon në i bërgj njerëzve, e nxjerr dikë prej krizës, e ndihmon dikë kur ka nevojë. Kjo vepër është vepra më e dashur tek Allahu azza wa jall. Nëse ti vepron kësaj, edhe në të ardhmen ti ke më qenë njëri më i dashur tek Allahu azza wa jall. E Allahu azza wa jall ka tregu në hadith kutsi se kur Allahu azza wa jall e don një person, ai i urdhnon gjitha krijesat që janë qiell prej me lajkeve që me dash atë person. Thot unë e du filanin, pse? Për shkak veprave të mira tina, për shkak punëve të mira tina, për shkak ndihmesës që ja bën ai tjerëve, për shkak sadakas që jep ai tjerëve. E thot edhe ju o me lajke dënë atë filan. Po gjithashtu urdhnon Allahu azza i bën edhe njerëz të tjerë, se janë në tokë që me dash atë njerëz i cili jep sadaka, bën mirë, edhe që don Allahu azza wa jall. E bën që tjerë me dasht ata, i detyron me zemrat e tyre që ata me dasht atë person, sepse veprat e mira kërkohen edhe jashtë Ramazanit. Allahu azza thot në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", bëni ibadet Allah derisa të vjen vdekja. Bëni mirë njerëzve derisa të vjen vdekja. Ndihmoj njerëzve derisa të vjen vdekja. Nuk ka periudhë kohore kur do të më ndal me thonë se në botë ku ndihmu njerëzve tash nuk do të. Zahet që ti ki mundësi më ndihmu njerëzve, do të më ndihmu atyre, sepse kësaj ti e kënaq Zotin tënd, e arrin dashurinë e tina edhe kënaqësinë e tina. Përmendëm në ditë, folëm për sadakan gjatë muajit Ramazanit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nëse një njeri vjen me të kërkuar shtëpi, thot i qofs mos pas kur gjë hiç më dhon, vetëm sa atë kërpeshin e lopës, atë litarin që lip kafshën ti me to, që ato thot jep jam i po mos e kthe mbrapa bosh. Do shta dikush sot nuk kanë kërpeshin e lopa, po në atë kohë ka përmend pejgamberi çka ka pas për qëllim me këta. Nëse ski diçka një tojt këpuzve tu, domethënë mos e kthe mbrapa asesi. Mi po mos e lë pa i dhon diçka. Jepja një litër ujë, jepja një buk, jepja një lang, jepja një 2-3 dardha, jepja 2-3 molla, kështu me radhë, mi për bosh mos e kthe ata. Allah azza thon në Kur'an: "Wa amma sa'ila fala tanhar." Porosia Allahut pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka? Thot amma sa'il, kërkuesi kur vjen me të lyp, thot fala tanhar, mos e kthe bosh ata. Them se vitrat fillojnë me udhonën prej pak para perëndimit i dillit ditës fundit. Po dietarët islam në bazë disa veprave të shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët më së miri të kanë kuptuar fen sepse kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, lejohet vitrat me dhonë edhe 2-3 ditë para Bajramit, se njeriu jep vitra sipas mundësive. Nëse s'ka mundësi me dhon për këtë familjen, do thotë ai mas pari duhet me pas për veti ushqim për një ditë. Me pas ushqim për veti dhe për familjen një ditë në shtëpinë e vet, rezervuar. Nëse nuk e ka këto, nuk ka problem sadakon. Mi po nëse ka këto, atëherë jep sadakatul fitr, sot kom si për vetveten. Ndoshta mund me dhon për vetveten, për familjen, për fëmijë s'bën. S'ka mundsi me dhon. Atëherë jep vetëm për vetveten dhe për gruan e vet. Po ka mundsi vetëm për një fëmijë, ka 4 fëmijë për shembull. Jep për vetveten, për gruan edhe për një fëmijë, për fëmijë tjerë s'ka mundsi me dhon sadakon. Jep aq sa ka. Nëse të ofër to, janë të nevojshëm. Janë të nevojshëm. Atëherë sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë më meritor për sadakon tonë se të tjerët. Janë më meritor për sadakon tonë se të tjerët. Po sigurisht
sepse nëse i afërmit merr vesh në disa raste, mund me ndodhë që marrë dhe të hidrimi, dhe të prisha, që se merr vesh për shembull që ti keni mund një dikujt një të varfër të largët, kurse ai ka qenë i varfër, ka pas nevojë për sadakan tonde, pse marrë dhe të prishja e lidhjes farefisnore, kur Allahu Azza wa Jalla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kanë porosit që më i marrë lidhjet farefisnore. Për këtë çka kisha porosit që më përpara dhe më meritorien të afërmit e to. E nëse ki mundësi mi dhon edhe të afërmë, edhe të tjerë nga fuqara që janë për të afërmë to, atëherë veproj, nuk prish mua.